Pasi reforma për bashkimin e ndërmarrjeve të pastrimit dhe gjelbërimit u miratua këtë të enjte nga Këshilli Bashkiak i Vlorës, pritet që të ketë ndryshime edhe në emra drejtues të ndërmarrjes, që tashmë do të jetë e re dhe një e vetme. Thëndryshe, reforma do të prek edhe kupolën drejtuese. Burime pranë Bashkisë së Vlorës konfirmojnë për televizionin 6+ Vlora se ndërmarrja e pastrimit dhe gjelbërimit do të drejtohet nga Anjeza Shiko. Shiko prej vitesh është pjesë e Bashkisë së Vlorës dhe një njohëse e mirë e funksionimit të pushtetit vendor dhe problematikave të qytetarëve. Ajo ka nisur karrierën e saj në bashki si specialiste për të marrë edhe pozicione drejtuese si drejtore e drejtorisë së arsimit, kopshteve dhe çerdheve në Bashkinë e Vlorës, si dhe drejtuese bujqësisë dhe veterinarisë në Bashkinë e Vlorës. Anjeza Shiko, pas këtyre detyrave, u emërua drejtuese e drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Vlorës. Ky pozicion, jo pak i rëndësishëm, shënon edhe rritjen e saj në karrierë. Tashmë, Anjeza Shiko do të marrë një detyrë tjetër të rëndësishme, duke qëndruar pjesë e strukturave të Bashkisë së Vlorës, duke u vendosur në krye të ndërmarrjes së pastrimit dhe gjelbërimit. Emërimi tashmë është gati, ndërsa pritet që të bëhet në ditët në vijim edhe zyrtarisht, direkt pas shprehjes së ligjshmërisë nga prefekti i qarkut të projekt vendimeve të miratuara këtë të enjte nga Këshilli Bashkiak i Vlorës. Deri më tani, si drejtori më vete, ndërmarrja e pastrimit është drejtuar nga Neritanca Ushaj, ndërsa ndërmarrja e gjelbërimit nga Rinolda Lushaj. Me ndryshimet strukturore, ndërmarrja e pastrimit dhe gjelbërimit do të jetë tashmë një e vetme.